Tërë të shpresu që kena më bo ma mirë me qendrën e re që po shpresojna më na u bo. Po ndryshe në qëto kushte kena punu dhe i tani, po puna infrastrukturës nuk është për momentin. Zonja Azemi, jemi në hyrje të qendrës për punë sociale, një anës prej njësive të qendrës për punë sociale në Prishtinë, sepse janë 3 gjithsej. Jemi të lokacionit të Qafa. Apo na tregoni mas pari që ky objekt, a është objekt publik, apo qysh a ka ekzistuar gjithë qendra për punë sociale në këtë objekt? Po, qendra për punë sociale është institucion publik, tu ka ekzistuar prej vitit 2000. Për vitet më hershme nuk kam njohuri se nuk kam punu, prej vitit 2000 jena këto sistemu. Që sa vjet jeni jo pjesë e qendrës për punë sociale? 25 vite. 25 vjet ju keni punu në këtë objekt? Po, qëtë objekt jam. Apo hyna pak me pa mrenda qysh është gjendja e objektit? Kjo është hyrja e objektit. Po e shoh që qëto të hyrja e objektit zakonisht në për institucione publike që konsiderohen pak edhe me rrezikshmëri pak më të lartë, ka edhe aspekt edhe pajisje të sigurisë. A ka pas ndonjëherë qendra për punë sociale? Është diskutuar disa herë më vendose pajisje të sigurisë, po ndoshta ka mbetë pak edhe çështje kohës dhe çështje aranxhimit të komunës, po janë diskutime sipër. Sa shërbime në përgjithësi ofrohen qendra për punë sociale në ofrohen 74 lloj shërbimesh. Po ka punë që jem në përgjithësi shumë të madhe, që njëjtën kohë mundesh me thonë që nështë stafi nuk është i mjaftueshëm për gjithë këto shërbime që ofrohen këto. Me kualifikim jam të mirë, mund me thonë për gjithë punëtorët, po për mbi gjitha kena nevojë për resurse shtesë. A është lehtë më bo punëtor social? Është lehtë më bo, po për me punu dësh me qenë pak shumë i përgatitur profesionalisht, ku dhe mbas gjithë këtyre vite që kena punë, përvojë pune, trajnimet asë të njëherë nuk e kena lënë anësh, është duhet me vazhdu me zhvillu profesionalizmin tanë, sepse nevojat karshi rasteve gjithër kanë ndryshu, kështu që duhet gjithër me qenë i përgatitun për çdo lloj klienti që kërkon shërbim që pasa. Të pas parasysh faktin që ju kryeni trajnime, kryeni shkollim të caktuar për me u bë punëtor social, po në anën tjetër në aspekt të kushteve të punës. Po më intereson me ditë në këto 25 vjet të fundit, cilat kanë qenë në fakt kushtet e punës në cilat keni punu ju edhe cilat kanë qenë mungesat bazike themi ashtu për qendrën për punë sociale me punu në mënyrën më të mirë të mundshme, mos me të mungu diçka në punë, qoftë prej aspektit teknik apo hapësirave. Qendra për punë sociale është kjo që është tash për tash këto që na të funksionu. Është kati i parë që i thojnë ana, është asistenca sociale, ku marrin ndihmë sociale personat e kategorisë parë dhe kategoria e dytë, që marrin ndihmë sociale. Pjesa e dytë dhe gjysma e kësaj pjese janë shërbimet profesionale. Unë nuk më thonë që janë më të mirat, por janë këto që janë, por shërbimet asnjëherë nuk kanë mungu. Na e dinë atë niveli me cilën jena nivelit komunal, komuna është përpjekje Siprit, jena të ndërtu objektin e ri, që me zis po presim edhe mu përfundu, edhe besoj që ati kena mu sistemu pak ma mirë. Nuk po thëmë që s'kena pas vështërsi, po me kalimin e kohës tu punu njerëzit dhe në për institucione, e kam pa mënyrën sa punojnë, a qysh punojnë, a përgjithësit, ka shqit punës që i kena, kështu që i pomene që kena me qenë dhe ma mirë se që jena tashte. Nëse shohim në aspektin e hapësirës, a është e mjaftueshme që kjo hapësirë për një zyrtar social për me i përmbush krejt detyrat cilat i ka? Të nisë për faktin edhe që pak po doken hapësirat ma të ngushta, a është e mjaftueshme kjo? Përderi sa që nështë punëtori është interesu me folë? Përveç që s'ka hapësirë mjaftueshme, na kemë gjysë burgu, kështu në dritaret. Po, për këtë, sepse ideja është që për shembull vyn ndriçim, vyn një hapësirë pak më e madhe, letra, dokumentet, një farë konfidencialitetit, dokumenteve, të hapësirave. Gjithër të shpresu që kena më bo ma mirë me qendrën e re që po shpresojna më na u bo. Po ndryshe në qëto kushte kena punu dhe i tani, po të shofëm. Po besoj që ka me shku ma mirë. Punëtorja që kemë këtu së dhe kanë pushim, gjithashtu psikologë për momentin nuk kena. Kushtet i ka këto që i ka, nuk janë të këqia, po nuk janë ndërma të mira, të pas parasysh ndryqimit, nështë a pik dite dush me qenë me kësi lampa. Këtu është zyrja që ne marrë dritën shkym, që prej këtu i kontrollojmë qysh po zhvillohet kontaktimi brenda.
Na ata I shofëm, ata neve jo. E punëtorja për momentin është për cilë qysh baba është ka sillet me fëmijën gjatë kohës kontaktimit. A është e mjaftueshme që kjo so? Për me vrojtu po. Me vrojtu po, nuk na duhet ma shumë diçka. Me rëndësishë që na me pa mënyrën që zhvillohet kontaktimi brenda objektit. Edhe bërë shënime, për çdo rast. Kjo është një formë shumë e mirë për me arrit në sa ma shumë I përcjell klientat tonë. Idealja, qysh kish me qenë me pas këtë sallë e vëzhgimit mbi këshyrjes? Idealja, qysh kish me qenë? Nështë dy kamerat e vëzhgimit mi pas, mi bo me kamera, po të shufëm në objektin e ri, po shpresojmë. Gjithmonë po mbesim me shpresën që në objektin e ri Me shpresë. ka me pas kushte dhe ma të mira. Po. Na drejtimi e të punu, kështu që të shufëm. Tu kalun pjesën e nalt, I kem shërbime sociale profesionale, po edhe kem zyrën e drejtorit. Drejtori udhëheci njësisë. Çka saktësisht ofrohet në katin e dytë? Shërbimet profesionale Çka janë shërbimet profesionale? Për dallim për ndihma sociale poshtë janë shërbime profesionale I ki fëmijët në arsit kufizume, I ki personat dhunë familje, I ki fëmijët në trasë të dhunës familje, I ki personat që vendosëm shtëpinë e pleqve, I ki personat me shpjegime mendore, A I plotëson që kjo gjithmonë po flasim për qendrën ku jeni aktualisht, me I trajtu personat për shembull me aftësi të kufizume? Puna infrastrukturës nuk është për momentin. Po, ç'është infrastruktura? Infrastrukturës nuk është njëherë rregulluar, gjithherë është folë është diskutu, po mundësitë kanë që tilla që nuk kanë arritur akoma me bu. A është për shkak të hapësirës apo cilat janë problemet? Ato janë shumë marrë probleme të objektit, vetë objekti që kom ky që është. Po komuna jonë të pa që na punojna, dhe mënyrën sa na punojna, me shpresën edhe të pa nevoja që do të mi pas edhe atë pjesë që me pas qasë dhe personat me aftësi të kufizuar, e kam bë dhe planin e ri ndërtimit qendrës për punë sociale, që shpresojnë atje. Në aspektin e higjienës, sanitarisë, komuna ka të kontraktuar pastrusën ja që e ki, na vjen baza ditore 8-16, me ato kushte që farë ofron kompania vetë. Këto është një zyre, kjo është zyra janë, si udhëhecse. Nuk me thonë që është me e mirë, po... Krejta zyrat po duken me një hapësirë të njëjtë. Prafërsisht. Prafërsisht një hapësirë e njëjtë. A mundesh me punu tetor mbyllën në këtë zyrë? Edhe pa pauzë, t'jash bjeshe bindon jam sa